Duke filluar nga 1 tetori, qytetarët mund të paguajnë faturat e energjisë elektrike dhe me kartë bankare në pikat e shërbimit të OSHE Group. Projekti pilot është implementuar fillimisht në Tiranë, ku sportelet janë pajisur me aparate POS që pranojnë kartat e çdo banke, pas një kosto shtesë për abonent. Ky shërbim vjen si pjesë e procesit të digitalizimit dhe synon të bëjë pagesën më të shpejtë, më të sigurt dhe më të lehtë për qytetarët. Përmes pagesave me kartë, qytetarët përfitojnë shërbim të shpejtë dhe komod, pasi transaksionet kryhen menjëherë. Pagesat e faturave të energjisë elektrike përmes kartës ofrojnë siguri më të lartë, duke shmangur mbajtjen e shumave të mëdha në dorë. Përmes pagesës me kartë, klientët e OSHE mund të paguajnë faturat e energjisë elektrike dhe fizikisht në sportelet tona, përmes platformës e-Albania apo kanalet alternative si Posta Shqiptare, pikat e transferimit të parave si dhe bankat e nivelit të dytë. Këto opsione janë veçanërisht të përshtatshme për ata që duan të shmangin sportele dhe të menaxhojnë pagesat në distancë. OSHE Group planifikon që pas Tiranës, projekti pagesave me kartë të zgjerohet edhe në qytete të tjera të vendit. Synimi është modernizimi i vazhdueshëm i shërbimeve, lehtësimi i procedurave për qytetarët dhe përshtatje me trendet e reja të digitalizimit.